Halil Geci ka reaguar sërish në lidhje me koalicionin të mundshme qeverisëse mes partive opozitare. Ai në një shkrim në Facebook u shpreh se opozita po përpiqet të bashkohet për një qëllim të vetëm, që t'i ratifikojnë marrëveshjet e nënshkruara në kuvend. Megjithatë, Geci u tregua jashpër në paralajmërimin e tij ku tha se pavarësisht planeve të tyre, ata mund të ta prekin pushtetin dhe të realizojnë tradhtitë e tyre. Nëse këta zuzar tentojnë ta çojnë deri në fund këtë skenar të turpshëm, Dardania do të tronditet në protestat më të mëdha që ka parë ndonjëherë. Ata nuk do të kenë më vend në të tokë. Rruga e tyre do të jetë vetëm drejt Serbisë, ku mund të jetojnë si shërbëtor të padronëve të tyre të vjetër, shkroi ndër të tjera Geci. Shkrimi i plot. Koalicioni tradhtisë, përpjekja e fundit e opozitës për të shitur Dardanin. Pazaret politike nuk do të kalojnë mbi vullnetin e popullit. Opozita e përçarë dhe e diskredituar e përbërë nga PDK, LDK, AK, nisma dhe minoritetet, po përpiqet të bashkohet në një qëllim të vetëm, të mbrojnë dhe të vazhdojnë marrëveshjet kobëzeza që veti kanë nënshkruar dhe ratifikuar në parlament. Këto marrëveshje nuk kanë pasur kurrë interesin e Dardanis, por vetëm interesin e tyre personal dhe të padronëve të tyre. Por pavarësisht planeve të tyre, ata nuk do ta kenë më kurrë votën e popullit të Dardanis. Jo vetëm që nuk do ta prekin pushtetin, por këtë herë kanë të pamundur të realizojnë tradhtitë e tyre të dikushme. Arsyeja është e thjeshtë. Nëse këta zuzar tentojnë ta çojnë deri në fund të skenar të turpshëm, Dardania do të tronditet nga protestat më të mëdha që ka parë ndonjëherë. Ata nuk do të kenë më vend në të tokë. Rruga e tyre do të jetë vetëm drejt Serbisë, ku mund të jetojnë si shërbëtor të padronëve të tyre të vjetër. Koha e maskaratave politike po mbaron. Këta tradhtar kanë një mundësi të vetme, të bashkohen në një koalicion deri në vitin e ardhshëm, kur të vijë momenti për zgjedhjen e presidentit. Ata duan të eliminojnë vetëvendosjen dhe të rikthejnë sundimin e tyre të errët, por pas një viti e dinë shumë mirë se çfarë i pret në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Populli nuk do t'i falë më, nuk ka më det as oqean që mund t'i lajë këta zagar nga tradhtia që i kanë bërë Dardanis.